Uji Zemzemit u bën shkak për të mbijetu njerëzit për rreth Ka'bës. Dhe ekzistoi uji Zemzemit derisa Ismaili a.s. ishte gjallë. Dhe thuhet se Ismaili a.s. jetoi 137 vite. Dhe uji Zemzemit u furnizon ke me uji Zemzemi, dhe siç e dim se arabët e kanë prej ardhjen prej Ismailit a.s. Arsia pse arabët fillojnë nga Ismaili, nga se Ismaili a.s. u martua me një gëru që ishte me prej ardhe nga Yemen, nga fisi Gjurhum. Dhe nga këtu filloi fisi arab. Ekzistoi uji Zemzemi dhe në kohën Ismailit. Dhe thua dhe ka ekzistu dhe uji Zemzemi dhe pas vdekjes së Ismailit a.s. ku digjemt e ty kanë qenë kujdestar të ujit të Zemzemit, si transmetohet që Nabit dhe Qajdar, dy fëmijë të Ismailit që janë kujdes për ujin e Zemzemit. Derisa ndodh një konflikt me fisin Gjurhum dhe me fiset tjera. Dhe këtu fillon mbyllja ujit apo kronit, bunarit, pusit të Zemzemit. Fisi Gjurhum që kishte përparësi në kujdesjen e ujit të Zemzemit, sulmojmë disa fise dhe nuk mund këta të rezistojnë dhe i dëbojnë nga Mekke. Dhe ky fis para se të likë prej Mekës, të kthehet në Yemen, dhuratat të cilat i adhuroshin Ka'bës, për shkak se do të flasmi dhe ndersët e Arsh, që disa tradita të mira që patën ngelen tek arabët, madhrimi i Ka'bës. Ata kur vishin vizit Ka'bës, me vete i sjellshin edhe dhurata Ka'bës. Dhe dhuratat më të mëdhaja që i kanë dhuru Ka'bës janë di kaproj nga dukati. Për këto di kaproj po i përmeni qëllimisht për shkak se na ka ardhur një hadith i pejgamberit Allahut se në akhiri zaman mi po ne do t'ja kushtojmë një ders të veçantë, ku do të luftojnë 3 fëmijët e halifeve për ta marrë pasurinë e Ka'bës. Çka është për qëllim? A janë këto kaproj të dukatit? Apo është dera e Ka'bës? Apo ku është thesari që s'ka ardhur në hadith të pejgamberit Allahut se thesari gjendet në Ka'bë? Do të luftojnë njerëzit për ta marrë këtë thesar. Dhe kjo do të ndodhe në akhiri zaman. Pra thuhet se fisi Gjurhum, para se të ik nga Ka'bja, i ka marrë këto kaproj dhe ka hedhë në pusin e Zemzemit dhe kanë hedhë çdo zën që kanë gjetën, derisa e kanë mbyllën ujin, pusin e Zemzemit, për qëllim që mos të jetë ky vend mbi jetesë për ata të cilët i sulmuan këtë fis për t'ia marrë këtë pus. Dhe disa vite me radhë, ky pus uji Zemzemit është mbyll dhe nuk ka met as një gjurmë.